Sot kemi ardhur për të vizituar mozaikun e Tiranës, një objekt i kategorisë së parë, i cili së fundmi është restauruar dhe është gati për vizitorët, një atraksion i ri që i kthehet kryeqytetit. Për më shumë do mësojmë rreth tij. Për vite të tëra, mozaiku i Tiranës, një dëshmi e rëndësishme arkeologjike, gjendej thuajse i humbur mes atmosferës së zymt të një grupi pallatesh të kohës së diktaturës, të lënë pas dore. Jo larg qendrës së kryeqytetit ndodhet një monument kulture i kategorisë së parë, të cilit kushdo mund t'i kalonte pranë pa e vënë re dhe pa kuptuar se aty fshihet një vlerë e madhe historike. Një ndërhyrje e realizuar nga studioja arkitekturore Son Architects e ka rigjallëruar atë përmes ndërtimit të një strukture me dizajn modern, të frymzuar nga vetë simbolet e mozaikut. Kjo ndërhyrje që është bërë mozaikut të Tiranës ishte e nevojshme, sipas Konstantin Budurushit, drejtori Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Tiranë, pasi e ka kthyer atë në një element gjenerator aktivitetesh të ndryshme për studiuesit, artëdashësit dhe fëmijët, një pikë rëndësishme për të gjithë ata që vizitojnë Tiranën. Kosta kemi ardhur tek mozaiku i Tiranës, një atraksion kulturor tashmë së fundi i restauruar. Sa rëndësishme është kjo për kryeqytetin? Kuptohet ky është një investim me të vërtet për të pasur zili, për vetë faktin sepse është rritur me rikonstruksionin e godinës dhe me përfaqësimin e mozaikut për popullatën dhe për turistët, është rritur ndjeshëm edhe numri i vizitorëve. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për një mozaik të thjeshtë, por është një trashëgimi kulturore e cila i shërben njerëzve për informacionin për të ditur nga përartësit e tyre. Që nga momenti i restaurimit të kësaj godine, e cila është një risi për së vërtetës me përfaqësimin e këtij mozaiku, është rritur ndjeshëm numri i vizitorëve, është rritur ndjeshëm numri i njerëzve kurioz që lidhet me trashëgiminë e Tiranës, sepse në këtë lloj gjetje që është bërë në këtë territor, pa diskutim që ka një interes të shtuar nga njerëzit për të marrë vesh trashëgiminë e Tiranës. Për arkeologët, ky mozaik me vlera kulturore ka nxjerrë në pa elementet kryesor të këtij thesari që kryeqyteti mbart. Mozaiku i Tiranës është zbuluar në vitin 1972, gjatë punës për ndërtimin e pallateve të bllokut Partizani në lagjen 9 të qytetit të Tiranës. Me të filluar gërmimet, arkeologët nga Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Instituti i Historisë zbuluan se ambientet ishin të shtruara me mozaik, ku konstatua edhe prania e ambienteve të një kishe të kultit kristian. Ariela Ramohite është dhe arkeologe e cila do na tregojë diçka më shumë kur daton pikërisht mozaiku i Tiranës. Mozaiku u zbuluar rastësisht nga gërmimet që u bën për ndërtimin e kompleksit pallatesh në 1972. Studiuesit evidentuan 3 faza banimi. Pas zbulimit, Instituti i Arkeologjisë dhe Instituti i Monumenteve kryen gërmimet të cilat evidentuan pjesë muri, fragmente tjegullash dhe enë qeramike, ku sipas arkeologëve i përkasin një vendbanimi të thjeshtë shekullit parë. Në shekullin e tretë, banesa e thjeshtë u zvendësua me një kompleks godinash që kishin funksion bujqësor, salla qendrore me përmasa 15 dhe 8 metër, është shtruar me mozaik me motive gjeometrike dhe floreale. Sipas studiuesve, nga ekzistenca e një apside në anën lindore, kjo godinë është konsideruar si një kishë paleokristiane që datohet në gjysmën e parë të shekullit 4. Për të njohur me detajet e mozaikut të Tiranës, na shoqëroi arkeologu Luan Nezha, i cili ka qenë edhe pjesë e gërmimeve që janë bërë për të zbuluar këtë objekt që daton shumë shekuj përpara dhe është i vetmi monument arkeologjik brenda territorit të qytetit të Tiranës. Salla me mozaik e pajisur edhe me një apsid është ambienti kryesor i saj. Autorët mendojnë që në shekullin e 5-6 vendin e vilës e zuri një bazilik paleokristiane. Pjesa e gërmuar e monumentit u rrethua dhe u vu në mbrojtje nga Instituti i Monumenteve të Kulturës. Luan Nezha do na shpjegojë që momenti që nisën gërmimet, sa të rëndësishme ishin ose çfarë kuptuat ose si u zbulua fillimisht, Luan. Gërmimet ose për herë të parë mozaiku, siç e tha dhe kolega pak më parë, zbuluan 1972 ku po ndërtoheshin pallatet që janë rreth këtej. Pastaj më vonë janë bërë gërmime arkeologjike, ku janë bërë një praktikë arkeologjike studentëve të Universitetit të Tiranës në 2008, pastaj janë bërë gërmime më vonë dhe gërmimet e fundit janë në 2022, ku është bërë edhe restaurimi plot i objektit dhe ndërtimi i godinës së re.
Ju si arkeolog, si e shikoni, sa i veçantë është ky mozaik? Të veçantë bën sepse është mozaik është në qytetin Tiranës, në kryeqendrën e vendit ose dhe të veçantën që ka i vetmi mozaik në Shqipëri është që është i hapur 365 ditë e vitit, sepse zakonisht mozaikët janë të mbyllur gjatë periudhës dimrit dhe hapen gjatë periudhës verës për vizitorët. Dhe ky është i hapur gjatë 365 ditë e vitit dhe vinë vizitorë si të huaj dhe vendas. Pjesa mozaikut, çfarë mund të kuptoj më shumë nga ky mozaik? Çfarë tregon ai vetvete? Çfarë periudha është, kush është, domethënë nga rëndësia që ka pasur në atë periudhë që është ndërtuar? Është mozaiku i Tiranës ose mozaiku që e kemi përballë, është një mozaik që ka shumë larmi tek aspekti i vizualitetit, sepse ka motive geometrike, motive florale dhe në fund është edhe një motiv peshku, që peshku në atë periudhë flasim. Mendoj që ka kalu 3 faza. Faza e parë mendoj shekullit 2-3, shekullit 3-4 dhe 4-5. Pse themi këtë? Se duke qenë që është një sit arkeologjik dhe ka shtrirje. Nuk ka vetëm ky territor që që është i rrethuar, por ka shtrirje. Sepse ndoshta edhe teleshikuesit na shikojnë me vëmendje, ka shtrirje nga territori që është aktual. Krahas mozaikut shohim që edhe ka dhe një mur rrethues ose i ndarë ndoshta në dhoma. Nuk janë mure rrethus, është banesa ngjitur ose pjesët që e bënin këtë sit ose e bënin në atë kohë, flasim i periudhë që kishte një zhvillim goxha të rëndësishëm për kohën, sepse edhe mozaikët në atë periudhë u ndërtonin në vila që kishin familjarët ose familjet e asaj kohë kishin një reputacion shumë të lartë dhe pjesa tjetër që ishte e rëndësishëm është që bashkëjetonin bashkë një komunitet dhe ishte shumë e rëndësishme një kish ose nëse disa autorë e thonë edhe si vil rustika. Vil rustika ishte një vil që përdore në atë periudhë, siç sot që mund të themi një vil në zonat e fshatrit, por në atë kohë kishte koncept tjetër zhvillimor urban, sepse një vil rustike u prodhonin vaj, u prodhonin vera dhe kishte aspekt shumë social ekonomik. Duke qenë se kemi në ditët e sotshme, një mozaik i tillë, çfarë vlerë ka? Vlera e mozaikut është sepse është sit arkeologjik që vizitohet dhe ne si popull normalisht që kredibilitetin më të lartë për turistët është tek pjesa e turistit për ta vizituar dhe për të sjellë ndoshta ndërtarme dhe edhe të ardhra, sepse shtylla kryesore e turizmit luan rol edhe sitet arkeologjike ose kultura që i themi ne kultura materiale. Restaurimi që është bërë, është i rëndësishëm për vizitorët që të kenë mundësi ta vizitojnë 365 ditë e vitit, duke qenë se është edhe jashtë. Ne kemi bërë restaurimin e godinës dhe mozaiku pothuajse ka periudhat periodike të saj që është që mirëmbahet ose si thosh ndërhyjet në mënyrë teknika të thjeshta për ta ruajtur. Pastaj restaurim të plot bëhet nga specialist përkaq, restaurator dhe njohës të mirë të fushës së mozaikëve, sepse mozaiku do specialist të veçantë në fushën e restaurimit. Sa vështirë ka qenë për ta ruajtur deri në ditët e sotshme? Patjetër që shumë e vështirë, se flasim duke qenë që është gërmuar ose është zbuluar në 1972, ishim një sistem diktatorial, kalojmë një sistem tranzicioni, zhvillimi, po shumë njerëzve të asaj kohë që donin këtë, ose ata që kishin pasion për ta ruajtur këtë dhe është në këtë gjendje që ruhet dhe vizitohet nga shumë, duke qenë që ne akoma zyrtarisht nuk është hap mozaiku për të vizituar. Dhe ndërhyrja që është bërë nga lart ka qenë e rëndësishme që ky të jetë i hapur 365 ditë. Ndërhyrja nga lart është strukturë për ta ruajtur dhe për të na lehtësuar që agjendat atmosferik mos të ndikojnë në mozaik dhe të ruajnë dhe rënjen e shiut dhe problemet klimatike. Krahas mozaikut, çfarë është gjetur tjetër këtu? Gjatë gërmimeve që janë bërë, dhe tipikisht që kanë bërë disa gërmime me durë të mia. Po patjetër, është gjetë në Pitosi, gjetë një stel varre që është atje dhe objekte tjera nuk janë të gjetur këtu, janë ardhur sepse duke qenë që para vitit 2005 drejtoria jonë ka qenë atelje. Duke qenë që ishte atelje, ne mbulonim shumë qargje të Shqipërisë dhe gjatë gërmimeve arkeologjike, gjatë gjetjeve rasore, u mblidhen dhe u ekspozuan këtu që mozaiku përveç atraksionit si mozaik të ketë dhe objektet për të krijuar një ide. Luan, krahas mozaikut që vizitorët vinë dhe ka një interes, çfarë do specifikohet diçka tjetër që mund të cilësohet si një interes në këtë mozaik të Tiranës? Më tutje është dhe mendoj që është dhe Krojshëngjergji që
aty është një burim i vogël që her pas herë nxjerr ujë, po nuk është e vërtetuar sepse nuk mund të themi për diçka akoma pa vërtetuar shkencërisht. Normalisht ne kemi bërë thirrje, kemi bërë dhe njoftime, kemi hapur edhe një faqe në Instagram, e cila dashur për ata që duam të sensibilizojmë njerëzit në veçanti, por kemi bërë edhe njoftime në për institucione, qoftë shkollore, arsimore, ku në vazhdimsi, në mënyrë të periodike, pothuajse çdo ditë ose një herë në 2 ditë kemi vizitor duke filluar nga moshat më të vogla deri në mosha më të mëdha. Duke qenë se është një sit arkeologjik mjaft i rëndësishëm, këtu kanë mundësi edhe fëmijët ta vizitojnë, pasi keni krijuar edhe një kënd ku kemi sit arkeologjik për fëmijët, le të themi arkeologu i vogël. Çfarë është kjo? Është një ide e shumë vite më parë, ndoshta edhe 12 ose ndoshta edhe 15 vite, se fiks nuk i mbaj mend, që është krijuar një program arkeologu i vogël. Edhe improvizohet një gërmim arkeologjik ku ne aty fusim objekte ose ndalojmë objekte improvizuese si pjesë ceramike, pjesë metalesh e tjera, imitacion, dhe fëmijët vinë, marrin element, pikërisht në këtë, marrin element furçe, mistri, e tjerë, kalojnë të gjithë fazat e një gërmimi dhe quhet arkeologu i vogël dhe fëmijët jashtëzakonisht, nëse ne programojmë për 30 minuta, ata arrin dhe 1 orë sepse është rast që prekin ç'është arkeologjia dhe ndoshta ndonjëri nga fëmijë krijon dhe idenë se çfarë shërben arkeologjia. Ka interes? Patjetër, sidomos ku është me shkolla, tu vinë shkollat shumë të shkollas 11 janari, Qemal Stafa, vinë edhe shkolla tjera që praktikojnë fëmijët me arkeologun e vogël. Dhe besoj që mund të jemi vetmja sit arkeologjik ose mozaiku i Tiranës që e ka këtë që është në terren dhe fakt, jo improvizu. Me fjalë është në terren dhe në realitet. Kanë mundësi ta prekin vetë me dorë. Me dorë, çfarë do thotë arkeologjia dhe arkeologu i vogël. Duke qenë se është një sit arkeologjik brenda Tiranës dhe një zonë të aksesueshme, sa e rëndësishme do jetë për të vizituar si nga të huajt, po edhe nga qytetarët shqiptarë? Ne kemi eksperiencë që nga 2013, 14, 15, madje deri ku afrohet periudha e Covidit që vizitorshmëria ka qenë goxha e lartu dhe ishte falas. Absolutisht që do të ketë vizitor sepse është aksesueshëm dhe është në qendër të Tiranës, ku aksesohet nga hapësira që vizitohet dhe ku të huajtit e kanë shumë afër edhe nga qendra e Tiranës edhe nga aeroporti Rinasi dhe plus që është i vetmi sit arkeologjik që vizitohet në mënyrë drejt për drejt. Restaurimi i mozaikut të Tiranës është konceptuar në një mënyrë të tillë për të përfshirë edhe një platformë që mundëson eksplorimin e mozaikëve të mbyllur të periudhës së antikitetit dhe të antikitetit të vonë, të ruajtura në sitet tona më të rëndësishme, si Apolonia, Butrinti, Bylis, Durrësi dhe Elbasani, duke qenë se ato qëndrojnë të mbuluara për të ruajtur nga faktorët e modit. Këtu është menduar të do të jetë qendra multifunksional për mozaikët për gjithë Shqipërinë. Si ta kuptojmë të mozaik për gjithë Shqipërinë? Që ta kuptojmë, atje për shembull do të jenë video që do të prezantohet. Videoprojektor që do të Jo videoprojektor, me fjalë multidimensionale që do të shikohet si bëhet një mozaik, si zbulohet një mozaik, si restaurohet një mozaik, kush janë mozaikët në Shqipëri dhe ai turisti në moment që vjen viziton mozaikët e Tiranës merr ose shikon në mënyrë virtuale dhe mozaikët e tjerë dhe informohet përveç mozaikut të Tiranës, informohet edhe për mozaikët e tjerë që janë në Shqipëri. Siç është brenda që do bëhet edhe pavioni për qendra ndërdisiplinore për mozaikët për gjithë Shqipërinë, ku njerëzit të kanë akses për ta pa si restaurohet një mozaik, edhe ta shikojnë, që do të thotë një turist, ndoshta e lind dëshira për të vajtë në Lin ose në Apolloni ose në Butrint, po aty mund ta shikojmë me mënyrë digjitale se si restaurohet një mozaik, si është një mozaik, pse janë ndërtuar mozaik, si ndërtohen mozaikët. Tu është menduar të jetë edhe si qendër multifunksionale ku ke mundësi të shikosh gjithë mozaikët e Shqipërisë. Po një mozaik të plot të mozaikut të Tiranës e kemi se si është i ndërtuar apo si mendohet si ka qenë më përpara. Po, këtu do të jetë qendra multifunksionale që do shikohen mozaikët e gjithë Shqipërinë në mënyrë elektronike, në mënyrë virtuale dhe do pasqyrojnë të gjithë mozaikët që ndodhen në territorin e Shqipërisë. Këtu pastaj kemi ekspozuar disa element të mozaikëve kryesore që janë të Apollonisë, të vilës përsi të Apollonisë dhe këtu pastaj kemi mozaikun tonë që këtu kemi mundësi të shohim se si ka qenë mozaiku i Tiranës
i plot. I saktë dhe i plot siç ka qenë mozaiku i Tiranës. Kurse këtu është siç është në realitet, pjesët që kanë Siç është aktualisht. që janë zbuluar në 72-shën dhe pjesët që tregohen fotografitë e 1972-shit janë këtu, Kështu u zbuluar. kështu zbuluar që ku po ndërtoheshin që thash më parë pallatet e asaj periudhës. Gjatë kohës së zbulimit besoj ka psuar edhe dëmtimet më të mëdha. Patjetër se flasim për një periudhë 1972-shin ku Por prap fatmirësisht e kemi të saktë kaq sa është. arkeologjia nuk e mat me njësi, si në arkeologjike mat me vlerat arkitektonike arkeologjike që ka. Kështu që është një vlerë e jashtëzakonshme. Patjetër. Pjesa tjetër përsëri është mozaiku të Bazilikës B dhe C përsëri Bylis. Këta janë të ruajtura mirë, Luan, a? Po patjetër, janë të ruajtur dhe kanë kaluar dhe fazën e restaurimit dhe mirëmbajtjes sepse shikojnë dhe qartë dhe pastaj kemi edhe rëndësia e mozaikut ka rëndësi të veçantë për pjesën e Edhe nga vjetërsia. patjetër se. Këtu pastaj kemi mozaikun e Babisterit të Butrintit që është shekullit 5 erës son. Është zbuluar nga italiani Luigi, nga arkeologu që është me emër ndërkombëtar, nga Luigi Ugolini në 1928, ku kishin periudhën e mbretërisë në Shqipëri. Kemi pastaj këtu bukuroshën e Durrësit, Mozaik që është i mbuluar. është i mbuluar. Po këta e kam vizituar. Pastaj këtu kemi mozaikun e Pastoforit në Lim të Pogradecit, është ndër unë e cilësoj ndoshta 3-4 kryeveprat më të mirë që ka mozaiku të Shqipërisë, sepse është Është unik. unik në llojin e vet, dhe i vjetër, edhe motivet, këtu kemi motive shumë interesante, kemi shpend, kemi rrush, kemi kurorën, kemi krateret, kemi motive gjeometrike. Edhe ky është ruajtur mirë besoj. Është ruajtur shumë mirë. Siç shikohet dhe në foto është goxha në gjendje të ruajtur, sepse ne arkeologët mendojmë nganjëherë që shumë raste më mirë ruan toka se sa njeriu, po mbasi të zbulohet duhet mirëmbahet dhe të ruhen nga profesionistë për ta ruajtur dhe për ta pasur sa më shumë saktë. Sot mozaiku i Tiranës nuk është në gjendjen e harruar mes betonit, por një hapësirë e ringjallur që i flet qytetit e brezave të rinj. Ai dëshmon se trashëgimia kulturore kur trajtohet me kujdes dhe vizion, mund të kthehet në një urë mes të shkuarës dhe së ardhmes. Ndërhyrja e bërë nuk ka rikthyer vetëm një monument në dritë, por ka ringjallur një pjesë të identitetit të Tiranës, duke bërë mozaiku një pikë referimi ku historia, arti dhe komuniteti takohen çdo ditë.